Urra me fshes nga ishi i saj, 33 vjeçaria ndroi jetë në spital pas ditësh agonie. Një 33 vjeçare cila urra dhe u la pranë vdekjes në 23 dhjetor nga ish-partneri i saj, 32 vjeçari i cili dyshohet se rrau me një fshes, ka vdekur në spital. Burri u arrestua nga policia për tentativë vrasje dhe tani ndodhet në paraburgim me urdhër të gjyqtarit të tues të gjykatës së Santa Maria Capua Vetere. Lajmi për vdekjen e saj e përkeqëson më tej situatën e tij. Pasi mbritën në vend ngjarje, oficerët thuhet se gjetën gruan 33 vjeçare të shtrirë për tokë në oborin e vilës së tyre. Brenda shtëpisë ata thuhet se gjetën ishte dashurin e gruas me një histori akuzash për drogë dhe kyçin e dorës së djathtë të fashuar nga rrobat e njollosura me gjak, të shoqëruar nga një mik. Ishi i saj u arrestua më pas për tentativë vrasje. Më pas, prokurori konfirmoi arrestimin dhe urdhëroi paraburgimin e tij. Ndërkohë, 33 vjeçaria u dërgua me urgjencë drejt spitalit në gjendje tepër të rëndë. Ajo ndroi jetë në 6 janar, pas disa ditë shtrimi në spital, mbërriti lajmi për vdekjen e saj, një rrethant që rëndon edhe më shumë situatën e ish-partnerit të saj.